تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun dhul xhelal të na bëjë edhe neve prej tyre. Të gjithë e dim se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij e kalon një trashëgimi shumë të çmuar. Trashëgimin që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë hadithet e tij, të cilat muslimanët i mësojnë dhe i jetësojnë në jetën e tyre. Andaj sonte me ju do t'i ndaj disa hadithe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku profeti alayhi salatu wasalam e përshkruan atë muslimanin e mirë, atë muslimanin ideal të cilin të gjithë ne e synojmë. I përmend në këto hadithe disa cilësi, disa sifate, disa virtyte me të cilat duhet mustolis besimtarin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri për jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson atë të tjerëve. A ka mundësi që në mesin ton të ketë atill që nuk din me lexu Kur'an dhe ndoshta ka vite të tëra në udhëzim e fal namaz. Kjo vërtet është për me të ardhur keq, nëse kemi njerëz të tillë. Nga se as ke dëshirë ti me lexu fjalën e Allah subhanahu wa taala, as ke dëshirë që për një harf, për një shkronjë mi fitu 10 sevape. Mirë po, për me meritu me qenë taman njeri i mirë, du të me mësu njerë Kur'anin për vete, pastaj edhe me jam mësu të tjereve. Me lexu, me kuptu, edhe me praktiku. Gjithashtu nëse kemi ndonjë sëmundje apo diçka, më ushëru përmes Kur'anit. Nëse kemi ndonjë telashe mes vete, mu xhiku tek Kur'ani i Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka të bëjë mes lidhjes besimtarit dhe Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Më të zgjedhurit, më të mirët prej jush janë ata të cilët janë më të moralshëm." Namazin cilin e fal, agjërimin cilin e mban, leximin e Kur'anit, tërë këto ibadete duhet me reflektu të këti në sjelljen tënde. Si po sillesh me vëllezërit e tu, si po sillesh me xhamatin në xhami, ti xhamat si sillesh me hoxhën, si po sillesh me atë plakun, si po sillesh me të riun, apo buzëqesh, apo je i mrolur. Muslimani do të më qenë fytyrë qelur, nga se edhe këtë buzëqeshje që e ka, nuk i shkon kot. Ja fiton zemrat të tjerëve, po me gjithatë edhe fiton sevapet tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më të mirët prej jush janë ata të cilët janë më të mirë me bashkëshortet e tyre, me gratë e tyre, me familjarët e tyre, ndërsa unë jam më i miri prej jush në raport me familjen time. Andaj Islami na mëson edhe si të sillemi me bashkëshortet tona, me familjarët, me nënat tona, me baballarët tanë e kështu me radhë. Nuk mjaftohet Islami vetëm me lexu Kur'an, me fal namaz, mirë po duhet të jemi të sjellshëm edhe me besimtarët, edhe në shtëpinë tonë. Po ashtu, secili prej nesh ka borxhe. Nga se jeta nuk mundet me vazhdu pa i marrë borxh njënit e me akthy tjetrit e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Më i miri prej jush është ai i cili e kthen më së miri borxhin." E ke marrë një borxh, mos ja vono. Kthej në kohë të caktuar. Mirë po nëse s'ke mundësi me kthy, atëherë kërkoji atij të ta afatizoj kthimin.
Po megjithatë besimtari edhe kur ta kthen borxhin, nëse i ka marrë 1000 euro borxh, i kthen 1100 euro. 100 që nuk ja kthen sepse ja ka dhënë borxhdhënësi. Mirë po e jep për hir të Allahut subhanahu wa taala nëse don. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i mirë, pra besimtari më i mirë, është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Andaj bëhu i dobishëm. Nga se veprat të cilat janë kalimtare, vepra shoqërore që kalojnë tek të tjerët, kanë pozitë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Ju vëllezër që po i shpërndani ujë namazlive apo po i shroni te pijat e xhamisë, dini se jeni duke bërë një vepër madhështore e cila është shumë e shpërblyeshme tek Allahu subhanahu wa taala. Po e përfundoj edhe me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse hadithet e kësaj natyre janë të shumta. Khairukum men tala umruhu wa hasuna amaluhu. Më i miri prej jush është ai i cili është më jetë gjatë dhe ka bërë vepra të mira. Andaj, nëse të ka dhënë Allahu jetë gjatësi, shikoje veten a je duke bërë ibadet apo je duke bërë mëkate. Ja pra, këto ishin disa këshilla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e përshkruan besimtarin ideal, e lutim Allahun na bëj neve të tillë, të cilët e lexojmë Kur'anin, jemi të sjellshëm me vëllezërit tanë, jemi të sjellshëm me familjarët tanë, u ndihmojmë të tjerëve, alhamdulillahi rabbil alamin.